përcjelljes të gjithë shikuesit para ekranit edhe të gjithë tonë audiencë. Përshëndetje të gjithëve që jeni këtu, të dashur miq, kudo që jeni, gado që na ndiqni, mirë se takohemi sërish në show-n e radhës, por është i veçantë, është shumë i veçantë sonte. Këta minuta të kësaj gares shpresoj që të gjithë sadopak t'i largoni atyre ngarkesave gjatë tërë javës që kanë qenë, qoftë me stres, qoftë me ngjarje të pa dëshirueshme. Këta minuta, kjo orë, kjo është supersida që do t'ju relaksoj. Para se të fillojmë show-n, pra të dashur miq, dua ta falenderoj në veçanti televizionin Alsat Maqedoni që e transmeton këtë show. Çdo të diele një duar trokitje e meriton televizioni Alsat në Sfida e radhës është transporti i shpejt. Të dy ekipet do të garojnë se kush po bart pije më shpejt, ndërsa bartja bëhet nëpër tra. Edhe të tre garuesit jeni në garë, tret keni me bart më shpejt me hedhën shport atje. Kundërshtari, loja është interesant se kundërshtari duhet me gjujt me top. Shuton. Po, edhe në rast se jo prek topi gjatë tranrit, duni me lëshu pijen tokë. Nuk numëron ato. Po, më kthy. Edhe nëse bie, kur jetu ecë në tra, nëse bie në tokë, po dush me lëshu pijet. Edhe shkani merr në tjerat. Domethënë lojën e vazhdoni, po ato pije që i keni dorë nuk numërohen. A tret për një herë shkojmë? Tret për një herë, po. Tret një ekip tret tjetri. Dani në gjund ti atë me shport. Jo. Okej, Klani këta po fillojnë lojën, pra. Me bord. Jo shotan. Snajperisti Dani e ka mundësinë me alnulu pije dan. Sa më shumë që i rrok. Shkon më mirë. Gati jemi pra ekipi Klan Kosovës. Pare që do ta luajnë garen. Dërsa Dani është ai i cili duhet ta godas për t'i anuluar bartjet. Shohim pra kur janë gati. A jeni gati apo? Lor janë gati, dini gati jeni apo? Le të filloj countdownin. 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon koha për ekipin e Klan Kosovës, nishet kroni i parit, shohim çfarë do të bëj Dani. Dan pak ma gjallë. Shoj ato shqipe. Le. Jo. Shkoj me rreth rrotullimin tjetër. 1 minutë 10 sekonda i keni. Jashtë. Nisur shqipe. Shkon edhe Dini. 1 minutë deri në fund për Klan Kosovën që të bartë sa më shumë pije. Dan, bojnë me pak shënjesër, 50 sekonda deri në fund. Kalon Dini, kalon Kroni, 40 sekondat e fundit, vazhdon loja dhe më tej. 30 sekonda, shkojmë, vrapojmë. Për pak ta qëlloj Dinin, Dani, 22-3 sekonda deri në fund. Ka kohë edhe një herë tjetër të kalojnë. Jashtë. 15 sekonda. Vazhdon loja për ekipin e Klan Kosovës. Si t'ju rok të upi të një pijet. 6, 5, 4. Dhe përfundon koha. Edhe bardhjen e fundit e Roku, Dani. Arriti shumë pijet janë loj Dani. A ka ujë? Ti numërojmë tani, ta shohim se sa kanë arriti bardhjen e ekipit Klan Kosovës. 55, 56, 57. 57 pije për Klan Kosovën, një duar trokitje i lutem. Pa ka? 57 pije kanë bardhur ekipi Klan Kosovës, radhën e ka ekipi Danit. Ndërsa në goditjen e topit do t'jetë me siguri Kroni, e kanë pak ma snajperist. Gati pra është, gati jemi ekipi Klan Kosovës, duhet të gjuaj Kroni. Kroni ka qenë shumë i mirë. Në emisionin e kalun të shojmë sonte, a do të arrit janë ulloj pjet, si kur Dani.
Ekipi i Danit janë bogati, por pije duhet të lëshojnë në tokë një herë, desa të kanë Dani. Dani, Letë filloj loja. shoj pijet të vene aty. Hajde Kroni, qojmë atë tjetë, sigurin e galun. Prit se Lulja ma lypi Po, ka shketën për zarë. E s'ma këthen tani në fund, a? Që? A për para më rama, qështu? Qështu? ka shkete e Gjergj Kluni, ja ka dhënë dhurat, kër e ka marrë intervjistë. Ka dal. Rime. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon koha dhe për ekipin e Danit 1 minutë e gjysmë që të partin sa më shumë pije. Momentalisht në loading, në ngarkim me sipër. Është Vloriani që do të nisë i pari. Natën e mirë Verian. Natën e mirë Lule. Gojmë me Danin tani. Dani është mbrojtës, është paka... Dhe kalon jo. Kalon Vloriani më në fund. Gojmë me raundin e dytë. 30 sekunda, 40 faktikisht për të kaluar për herë të parë. Kanë mbetur edhe 45 sekunda deri në fund. Ka është tili për para. Se more porrin në vend. 35 sekunda ju kanë mbetur. Alina kalone. Vetëm 4 pije gjysmë i keni bartur. 25 sekundat e fundit për ekipin e Danit. Dan shpejtësia është në pyetje këtu. Po i afrohemi 15 sekundat e fundit. Hop. Shkoj Lulja. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Çfarë shëtërie, Kroni, i pagabushëm. Fitore bindse është për ekipin e Klan Kosovës, ishte shumë i saktë Kroni. Arriti të anulloj pothuajse 70% bartjeve, ndërsa loja e radhës është kjo. Fillojmë pra, loja e parë është handball penalti, i kemi vetëm 2 ronde, njëri garuz duhet të gjuaj penalti me dorë në këtë spiralin, apo shqip mi thonë federe, se s'po arrim e gjithë se që shquhet shqip, një fjallë shqipe, edhe duhet me godit kush po jep golla ma shumë. Kundërshtari është në port. I kemi 1 minutë pra, 5 pik i ka çdo rond, mundemi me fillu me njerë, kush është i pari? Kush po gjuni pari? A me gjujt? Mbrojta po të një me gjujt i partë, jo. Për shparësi për ju ebi. Hajde, bashkimi i pari mbron. Keni gjujt. Bashkimi në port, kushtrimi është ai i cili do të gjuj penalti. Vetëm 2 ronde për gjë në cilët po dojnë me mbrojt, qysh do njët, cilët po dojnë me gjujt. Gati jemi pra, letë filloj loja handball penalti. 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon 1 minutë kohë për kushtrimin, shojmë nëse do të arritam poshtë 1-0. bashkimin 1-0 deri tani. Shojmë kushtrim më shumë fuqi. Shojmë a është mirë edhe me jap golla apo jo. 40 sekunda i mbesim kushtrimit, deri tani vetëm 1 gol. Krejt drejtje të ja gjujt kushtrimu. Ja goli i dytë. Gjuja pak me Felç. 30 sekundat. 2-0 për kushtrimin. Tylla. Shkojmë publiku pak për kraje për kushtrimin. Edhe 15 sekunda. 2 gola të shënuar, ja goli i tretë. 10 sekunda, 4 gola. 9. 6. Gjash gola. Për kushtrimin.
6 shënime kushtrimi. Jo, 7. 6. Edhe 6, mirë. Kush u këthy? Sa mund do të vishtaj nga dhonë. kushtrimi pra 6 gola, edhe pse Bashkimi arriti të mbroj shumë mirë, po me gjithat 6 shënime nuk e dim se sa do të arriti shënoj tani ekipi UÇK-s. Gati jemi për randin e ekipit të UÇK-s. Beka është ai cili do të gjuaj, Jetoni është në port. 1 minut ko, let filloj loja. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon loja dhe për bekimin 1 minutë kohë për të shënuar 6 apo më shumë. Shohem nëse do të arri, deri tani ka punë të vështirë me njërin prej portjerëve më të mirë që e kemi pasur në Supershidja, goli parë. 1-0. 45 sekonda, goli parë për Bekën. Shkojmë Bek. 1-0 mbetet. 30 sekonda deri në fund, apo vazhdojmë lojën? 1-0 deri tani, ndash me syza, ndash pas syza, Jetoni më i forti, 2 tani u vën. 20 sekondat e fundit, 3-0. Shkojmë Bek edhe 15 sekonda. Për të shënuar 3 gola. 4-0, 10 sekondat e fundit. 7, 6, 2. Mbyllet raundi i parë, fitore Djelmosha dhe Kushtrimi Osamir. fitoj 6-4 për kushtrimin e ekipit Osamir. 5 piket e para. Raundi i dytë, vetëm 2 raunde janë. Kush do? Për gjithë nuk kush doni? Kushtrimi pra prap edhe raundin e dytë kushtrimit. Leve pak letë pushon kushtrimin. Po dhe, për shembull. Për ekipin e UÇK-s, Ardi është ai cili do të mbroj në port. Gati apo? Le të filloj kandoni. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon 1 minutë kohë për kushtrimin, shohim sa gola do të arriti. Shënoj tani, Ardi është shumë i thojnë në fjalë popullore i shpërrit. Vetëm 1 gol e ka pësuar deri tani, 45 sekonda. Shohim sa i sakt do t'jetë. Kushtrimi vazhdon me gjuajtjen e topave, 35 sekonda deri në fund. Ardi si Buffoni. 30 sekondat e fundit, 1-0. Ktheni do të vazhdo. 25 sekonda, Ardi nuk po lejon asgjë të kaloj. Vazhdon 1-0. Hajde kushtro. 15 sekonda. Kushtrimi! 5 sekondat e fundit, 4, 3, 2. Mbyllet raundi për ekipin Osamir, vetëm 1 gol. Thash për shumë, Amiri shkon. Gati jemi për raundin e dytë. Bashkimi është ai cili do të gjuaj në port prap Jetoni. Shohim Bakja do të arrit ta fitoj këtë sfidë. Gati jemi, le të filloj loja. Si vesh për tjetë këshin losh. Vesh për tjerë më konë. 5, Veç për tek. 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillo. Koha për Bashkimin, shohim se sa gola do të arriti Shënoj. Ja goli parë për Bashkimin. 1-1, barazon me 1 rezultatin, ja goli dytë. Shohim për 10 sekonda, 2 gola, shtylla e ndash të goditje. Vazhdon Bashkimi, 3 gola tani. Është duke ja kërkuar atë këndin e portës Jetonit. Tjetër shtyll, 30 sekonda mbesin deri në fund. Ja dhe 1 gol, 4 gola për Bashkimin. Oj publiku, Bashkimi. 20 sekonda, 5 gola i ka shënuar deri tani Bashkimi, e ka fituar këtë raund tashmë, mirë po. Do me Duhet dy të shënoj rekord. sa më shumë që mundet. Ja ku janë 10 sekondat e fundit. 9, 8, 6,
4. 6 gola për Bashkimin. 6-1 e fitoi këtë rond Bashkimi për ekipin e UÇK-s, rezultati është i barabartë. Loja e radhës është kjo. Super Sfida sponsorizohet nga Golden Eagle dhe Relax. Relax o njerëz. Jemi në lojën e radhës, është një lojë pak ekstreme, basket ekstrem. I kemi 2 ronde, se cili rond i ka nga 5 pikë. Mysafirët tonë, garuesit duhet të ecin mbi tra dhe të shënojnë kosh, por jo me dorë as me kom, por e kanë një sen shumë interesant. Me kom Nuk me po ja dorë. di emrin qysh me thonë kësoj, kacia e picave. Por, para se me fillu loja, e kemi një surprizë edhe për publikun edhe për teleshikusit. E ftoj lumin që na sjell një sharki, i kemi edhe këngëtarët këto, e di që publiku nuk e din, që këta edhe din me këndu. Bashkimi dhe Beka edhe ja thojnë shumë mirë kongës, një kongë për publikun edhe teleshikusit. Ne të kënojnë para se mu kry loja. Unë me nuk, nëj ka pak, po miro e dëbë. E kush i bje mirë? I bjen mirë. Ma nëzojnë për të mohën, nështë. Bashkimi është edhe aktor, edhe këngëtar, edhe gjitha. Ja themi këngës të gjithë. Hajde Bashkim. Bashkimi edhe Beka. Pa nëj legend dikuna, jo. Kosova, loke monjam, kush te vrau, visu kervala. Pyt Kosova, loke monjam, kush te vrau, visu kervala. Kush te vrau, ju dhavë dora, se shposhti dinës ka hora. Kush te vrau, ju dhavë dora, se shposhti dinës ka hora. Faleminderit shumë. Kosova, jo në shkreta, kush te vrau, o kadri zeka. Pyt Kosova, jo në shkreta, kush te vrau, o kadri zeka. Se kur desh për lirije, s'ju haron nona Shqipërije. Se kur desh për lirije, s'ju haron nona Shqipërije. Bravo Baki, Baki dhe Beka. 5 pika në përsi ekipi UÇK-s. Ja ka vle... Jo, 5 pikë për kongë. Bravo. Jo, ta duhet me kënuj kongë, të një kush më fitan. Publiki votan, publiki votan. E fitun që të randë. Se po më shtenë mu shkyti. Vazhdojmë lojen. Loja është pak ekstrem, basket ekstrem. I kemi 2 ronde, luni njëre fillon një rond, po më në rondën e parë fillon një ekip, rondën e dytë fillon tjetri. Hajde Ernesi, apo? Jo.
Kushtrimi. Kushtrimi është ai i cili do ta luajë këtë lojë. Topa do të Ju e shërbeni me topa. A kem të tretë? Po, ju e shërbeni me topa, edhe kushtrimi duke ecur në tra, edhe duhet me shënu kosh me lopatën e picave. 5, 4, 3, 2, 1. Një minut. Loja starton. Fillon koha për kushtrimin, 1 minutë e gjysmë, më i ka që të shënoj sa më shumë që Nëse i mundet. bjen topi, duhet më kësi me morë këtë, ju me shkuat një. Hajde kushtrim, dal nga dal. Shojmë ato të arrit apo arë topin e basketbollit, dherët e rrethi. Stimulane, motivani, jam një ide. Vazhdon kushtrimi drejt basketit. Qashtu be. Hajde ka dole. 1 minutë deri në fund kanë vetur për kushtrimin dhe ekipin e tij, 1 minutë e gjysmë janë gjithsej për të shënuar sa më shumë. A do të arritë e shënoj? Mare kushtrim, gjithat rrugë e vone. Shkojmë edhe njerë për villimi. 42 sekonda i kanë mbetur kushtrimin. Shojmë tani bileta kthise. 30 sekondat e fundit, koncentrim maksimal nga kushtrimi. Shkojmë drejt shënimit të parë. Kushtrimi edhe 15 sekonda i ka. Kushtrimi. Ja ku janë 10 sekondat e fundit që tërë dush me shku pak ma shpejt. 8, 7, 6. Gjuj. Bravo kushtrim, 1 minutë e gjysmë. Hajde se mira. Gjatë prova kemi arritur të shënojmë, ndërsa pak është edhe qerek finalja, është një tension i madh. Edhe koha e limitune, zakonisht na kur i bojmë provat nuk kemi kohë limitune, edhe nëse Ashtë do mos me qenë krah djathtë e krah smojt? Cilën on dush, cilën on të pëlqen. Beka pra të ta luajë për ekipin e UÇK-s. 1 minutë kohë, vetëm një shënimi duhet për ta fituar këtë lojë. Qëtu drejt. E këshyri edhe drunin. Okej. 5, Gati jemi. 4, 3, 2, 1. Loja starton. Shon koha dhe për Bekën dhe ekipin e UÇK-s, shohim a do të arri Beka të shënoj tani. Beka. Edhe Beka ja huq në tentimin e parë. Shkojmë me tentimin e dytë. Beka është paksa më i shpejt. 1 minutë e 10 sekonda i kanë betur deri në fund. Nuk të koka qa shlet, a Bek? Shumë shpejt është duke ecur vetë, a do të Shojmë shënoj. tentimin e dytë dhe ka shënuar Beka. Ka shënuar Beka, veç që ka fituar pikët, mirë po tani ka dhe 50 sekonda për ta përmirësuar rezultatin. Shojmë tentimin e dytë i sakt. 40 sekonda, peshe kushtrim. Po. Ma interesant këtu. 30 sekonda i mbesin Bekës. Beka në stilin bale dhe shënim. Shënimi i tretë edhe 20 sekonda deri në fund. Po mdoket që Beka pas ka lujt basketbol me kacima edhe. Ja dhe shënimi i 4. 10 sekondat e fundit. Se besoj që e ka po këtë lojë. Bravo Beka. Fenomenal Beka në këtë lojë fiton pikët për ekipin e UÇK-s. Edhe në provas kemi arrit me shënu ka shumë. Beka edhe në emision shënoj. Lumë Bek, qojmë tani kundërshtori. Po 2-3 veç pak, jo këto, po 2-3. Okej. E bën një test. Jetoni. Raundin e radhës jetoni, pra një ndryshim për ekipin Osamir, ndërsa në ekipin e UÇK-s shojmë a do të luaj prap Beka apo kem ndonjë ndryshim. Let filloj ka ndomi. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon loja për jetonin.
Ja, tentimi I pari sakt. Ti mësoj fore të vekë. Shohem a do të arri. Kush do? Sa do të arri të shënoj jetoni. Jo, sa dush, veç numëron kosha. Një minut deri në fund jeton. Shënimi I dytë për jetonin. 50 sekonda deri në fund. Mos bërtitni shumë se vetutni. Ja, ku është edhe tentimi I tij tretë I saktë është jetoni. Rridhjet sekondat e fundit. Bravo, E ka gulitur jetoni me kaci. Katër shënime deri tani, 20 sekonda deri në fund. Bravo, Jeton. Ja, ku është edhe shënimi I 5, 10 sekondat e fundit tani. 10, 9, Shënim. 6 pikë për jetonin. 6 pikë tani ekipi UÇK-s, kush do të luaj? Cili doni uni me lujt, zgjedhni vet. Një test bashkimi. Sa ishte nane 5-6. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon koha dhe për bashkimin, shohim sa do të arrijë të shënoj, duhet të shënoj 6 apo më shumë për të e fituar raundin. Ja, gol e para. Shënimi I parë, shkojmë me tentimin e dytë. Për bashkimin, para spesha fenomenale dhe shënimi I dytë. Bashkimi ka dhe 1 minutë e 5 sekonda. 6 me 2 deri tani, ja 6 me 3. Invitime me na qita filloj. I ka rënë në fije bashkimi, 55 sekonda mesin, 4 shënime deri tani. Edhe 2 për ta barazuar rezultatin. Dhe ja ku është I pesti. Bashkimi, bashkimi. 35 sekonda deri në fund, barazohet rezultati. E tani dal nga dal për shënimin e 7. 7 me 6 është rezultati, 20 sekondat e fundit. Edhe njerë bashkimi I sakt, 15 sekonda. Ja ku janë 10 të fundit. 9, 8, 5. Fitoj bashkimi. Fitore bashkimit 9 me 6. 2 raunde fitoj ekipi UÇK-s në lojën basketball ekstrem. Rezultati I përgjithshëm në përfshirjen e ekipi UÇK-s, loja e radhës është kjo. Gara e parë në çerek finale është handball penalti. 2 garusit garojnë njëri kundër tjetrit, se cili po jep gola më shumë. Domethënë kanë obligative me dorë, me gjuajt në spirale, edhe topi duhet mu fut në port. Kundër shtari është në port, edhe I numërohen cili po jep gola më shumë. Loja është e qartë, një duar trokitje të madhe për Skyfter Blakaj. Sante keni në komentim. Edhe Sante Skyfteri në komentim. Gati është gjithçka. 2 të parë, 2 garusit e parë. Xuxi I pari kundër. Po një majtak po bën. Letë fundit ma si majtak I qisë ma nej. Kone qesin Se apo lujo. Këtë duhet me dola nej. Ani që lujën me... Së është majtak. Kroni Kroni me Xuxin. Apo me kronin, okej. Kroni pra raundin e parë, Kroni me Xuxin. Xuxi fillon I pari, ju dy duni me shërbim me topa. Sa ma shumë, Xuxi. 40 sekunda I Po. kemja për këtë lujën unë me Jo, qita? po, loja jote 40 sekunda. Edhe këti njej. Edhe ati tani Po mi 40. topat gati. Hajde njerë shutove kështu me kësyrë. Ja, s'ka veç. Pa prova jo. A? Prov, bëni një test. Hajde prova njerë. Okej. Testi ka lej shumë mirë për Kronin. Testi ka mirë ta shohim Okej. garën. Gati jema po.
Gati jemi publiku, e një gati, le të filloj countdowni, loja e parë për Xhuxhin. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Ka filluar koha për Xhuxhin 40 sekonda. Duhet të shënoj sa më shumë nëse arrin ta qëlloj atë Federin aty në mes. Fred Kroni fenomenal. Shumë për Xhuxhin 20 sekonda. Xhuxh matja pak ma mirë. 15 sekonda deri në fund. Edhe më të jasë një gol. Ja goli pa, 10, 9, 8. 2 gola për Xhuxhin. Përfundoi Xhuxhi 2 gola. Shipe, ti mbledhim na këto. Ishte shumë i mirë Kroni në port. Tani e ka rodhen Kroni. Shohim a do të arrit ta fitoj këtë round ekipi Klan Kosovës. Sune për së Ajnit, op. A je mirë të që? Gati jemi pra për roundin e Kronit dhe ekipit Klan Kosovës. Xhuxhi në port. 2-0 për Xhuxhin deri me tani. Le të filloj loja për Kronin. Prite kanë doni 5, Kron. 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon lojën Kroni me 40 sekonda, duhet të shënoj 2 era për më shumë për të fituar pikët. Shohem se çfarë do të bëj, deri tani Xhuxhi i pak ka përcyeshëm. Vazhdon me quajtje dhe ti Kroni, 25 sekonda deri në fund. 20 sekonda dhe fundit. Edhe më tej quan Kroni pa sukses. Xhuxhi si Gigi Buffon tani poshtet. 10 sekonda, 9, 8, 6, 4. Gjujtjen e fundit Kroni e barazoj. Bravo Kron. Rezultati barabar 2-2. Ndohen pik. Për të dy ekipet nga 5 pik. Pra në raundin e parë ndohen pik. Raundin e dytë Andosi kundër Dinit. Shohim Andosi i pari është ai cili do të gjuan. 5 pik me 5 në lojën e raundin e parë. Le të filloj loja, gati jeni Andos? Andos gati jeni apo? Futbol lunë me kom, Gati është, le të filloj countdowni. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Ka filluar koha për Andosin. Shohem nëse do të arritam poshtë Dinin. Ja goli i parë. Andosi po i qunë topat si prej topit. Ja dhe goli i dytë. 25 sekonda. Vazhdon të mbroj Dini. 2 gola deri tani. 20 sekonda dhe në fund. Shtylla. Dini. Andosi. Vazhdon të gjuaj Andosi, 10 sekonda, 9, 8, 7. Ja dhe një gol. 3 gola për Andosin. 3 shënime Andosi, bravo Dini. Gjujtjet kanë qenë shumë të fuqishme nga Andosi. Se kemi ditë edhe një talent e zbulun Dinit. portier. Portier shumë i mirë. Dini e ka onën e majtë. Andosi është në port. Mostly they come on your left side. Gati jemi pra dhe për raundin e Dinit dhe Klan Kosovës. 40 sekunda për Dinin. Le të filloj countdowni. Le të filloj zjarri në çerekfinalin e Supersfidës. 2 ekipet, një garë jashtëzakonshme duke botë deri me tani. Shohim raundin e dytë Klan Kosovës kundër Rokerave. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. E nis me goditjet e tij dhe Dini duhet të shënoj 3 apo më shumë gola për të nxjerr pik. Deri tani Andosi i pakapërcyeshëm. Den Gjoja Qyshin. 25 sekonda. Vazhdon të pres Andosi si volejbol volum. 20 sekondat e fundit. Ja dhe më të jas një gol për Dinin. Ma poshtin, ma poshtë.
15 sekonda mbesin. 10, 9, 8, 7, 5, 2, dhe përfundon sfida për Dinin. Përfundoi Dini 3-0 për Andosin. 5 pikë e para në përsi për ekipin e rockerve. Rockerat në përsi raundi i fundit. Marigona kundër Shqipës. Gati jemi për raundin e dytë. Gjithçka është gati për raundin e dytë. Shqipja kundër Marigonës. Marigona është ajo e para e cila do të gjuaj. Shohim a do të arrijë ta barazoj ekipi Klan Kosovës në këtë raund. Marigon gati apo? Gati është. Le të filloj countdowni. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. E fillon garën Marigona, Shqipja është në port, shohim nëse do të kemi ndonjë gol këtu. Momentalisht nuk ka gol, vazhdon të mbrojë Shqipja mjaft mirë. 25 sekonda besin, edhe te pa gola. Vazhdon loja, mjaft ashpër po gjuan Marigona, por Shqipja po i pret. 15 sekonda. Edhe më tej pa gol. 10, 9, 8, 5. Hajde Marigon! Sfidën pas një gol. I pret të gjitha Shqipja. Bravo Shqipe, talent në futbol. Raundi i fundit pra është për të dy ekipet. Shqipja është e cila do të gjuaj, Marigonin e kemi në port. Shqipe 20 sekonda i ki. Ishte shumë e mirë në port Shqipja, as një shënim për Marigonin. Hajde Shqipe, gati jem. Le të filloj countdowni edhe për Shqipen. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. E fillon raundin Shqipja, të shohim një gol vetëm do t'i mjaftoj për të e fituar. Pret Marigona dhe mëtej nuk ka gol. Mira. 25 sekonda, Xuzi mirë, Xuzi. 20 sekonda tërë në fund. Vazhdon të gjuaj Shqipja, gol nuk ka dhe mëtej. Ja gol i parë. Edhe i dyti. 5, 4. 5 pikë për Shqipen dhe Klan Kosovën. Bravo Shqipe. Golla jena për para njën, nëse i numëroni gollat. Jo gollat, raundet numëroni. A raundet. Në këtë raund 5 pikë i fitoi Klan Kosova, raundet një raund e fitu kjo, një raund paras, po. Domethënë nga loja e parë, po më duket se rezultati është i barabartë. Për Shqipja, për se du të me pipsh. Me siguri jeni edhe etur. Ajni për naj relax, naj Golden Eagle. Shqipja, na fitoj 5 pikë. Loja e parë pra, penalti, handball penalti mbaroj. Tani të shohim lojën e radhës, çfarë do të bëjnë dy ekipet garuese. Loja e radhës është kjo. Super Sfida sponsorizohet nga Golden Eagle dhe Relax. Relax o njerëz. Loja e radhës është bashkoj çiftet. I kemi patika runners, një grumbull këtu, edhe për detyrë është me i gjetë çiftet. A mujna mi kap ka 2 par patika nëse i gjena, 2 çifte. Brenda, po, krejt. Amo veç më si kap kështu, gjej. Gjej njëjta dhe tani i vendosë në tavolinë. A do të mi amar me qitatje jo? Jo, vetë duni mi vendosë në tavolinë dhe jo keni drejt veç mi ndimu, mi tregu, jo mi prek. Mos i prek një jo bashkëtor, veç ndimani. Është e qartë, apo? Është lojë shumë e stresaft. Kam fillu goldi edhe kroni, po më nënë mi majtë në vend. A jem gati, apo? Le të filloj loja. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Ka filluar raundi i parë, shohim kur do të arritim mbledh më shpejt.
këpucët e Runners dhe t'i kombinoj ato ashtu si duhet. Vazhdon lufta mes Kronit dhe Goldit për të mbledhur sa më shumë çifte patikash Runners. Goldi dhe ka të ka probleme me këtë lojë. Edhe më tej vazhdon lufta. Kroni duket se ka mbledhur më shumë. Vazhdo Gold. A ke gjithë njëjta. I kemi edhe 10 sekunda. 8, 7, 6, 5, publiku, 3. Përfundoi raundi 5 pikë për Kronin dhe ekipin e Klan Kosovës. Tani e shohim raundin e dytë, raundin e parë e fitoi Kroni. Bravo Kran. 5 pikët e para për Klan Kosovën. Grama shpejt, aso me patikat. Po i zgjedhin. A i ka njëte. Jetë njëjtë e ka. Pucat e Kroni, kush dëni? Raundin e dytë Meda kundër Dinit. Një motiv pak për Klan Kosovën, 5 fikë se zban bashkë me 0. Leonora dhe përshtu 5 fikë. Jo dhe shtu 5 fikë, së shtu dosh mjallë jo. Me hile. Lej që do të bardat për zine, se qëto po vrejën. Gjithë që është gati, pra. Letë filloj edhe raundi 2, Dini kundër Medës. Shqipe, afroj paka Dini këtu ma qifte që ja. Gati jemi, letë filloj loja. Forca Kronit se te kape si 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Vazhdon lufta mes Medës dhe Dinit. Edhe 30 sekunda deri në fund. Edhe më tej vazhdon mbledhja këtu Runners. 20 sekundat e fundit. Shohem se kush do të arrijë të mbledh më shumë. 9-6 për Dini. Ja ku janë 10 sekundat e fundit. 9, 8, 6, 4, 3, hajde publiku, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fitoj Dini. 5 pikë për Klan Kosovën. 10 i ka. 1, 2, 3, 4, 5. Shqipe po ta fali lojën, hajde. S'ka më të fri, si ti ka 10. 10 pikë për Dinin dhe Klan Kosovën. Edhe raundi i tretë. Sa e në stash 45. Leonora, ha? 25 pik me 10. Me si nëmra pikë se dekoncentrojnë. Leonora pa ka kokë dhimbje, po ndoshta e fiton këtë round. Jo, valla, shumë po më dhema për një me. Okej, gati jem, letë filloj edhe raundi i fundit. Nga kjo loj, 10 pika arritit e fitoj Klan Kosova. Shohim edhe raundin e fundit, Shqipja do të arrit a fitoj këtë loj. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon edhe loja, sfida mes Leonorës dhe Shqipës. Shohim kush do të arrijë të mbledh më shumë këpucë. Kush do të jetë më mendjem pret në zgjedhjen e tyre. Edhe 45 sekunda kanë mbetur deri në fund. Vazhdon mbledhja e këpucëve nga Leonora dhe Shqipja. 30 sekundat e fundit.
Më duket se vashat do t'i mbledhin këpucës pa përfunduar koha. 20 sekundat e fundit tani. Duket se dikush i ka përzirë këpucët. S'ka lidhje të numrojmë se kush i ka sa qifte. 6, 7. 7 parë runner, s'ka rritë shqipja, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parë, Leonora fitoj 5 pikë. Bashkë i qiftet, Enis, para se ta mbyllësh lojën dhe të vazhdosh me lojën tjetër, një dhurat nga pronari i Runners për gjithë gjysmë finalistët. a veç ta që fitun lojën e funit a qysh? Ja, gjithë, Sabiti gjithanshëm. A pis gjellë Për muë shqipën s'paska. apo i zgjellë një numra shtu? Nuk na bin të aman muë shqipën. Hajde gol. Hajde, Din, gjithëm ka kërën. një parë patika. Dhurat nga rane si keni. Çfarë numri e Kilianor? Tot për burra. A keni patikat burrave krej? Cëra tjetra? Çfarë e 4-2? Dini i gjet, dini i zgjene. Po s'pedi. Ja, sen sa to? Ha, që? Po, rapi. Po, shumë fajnë. A i zgjede, apo? Po, Rime dhe ashtu e kene të të fitove të lojë. Jo, një fitova, po. Habet, show me lojën e parë. Loja e parë është top. Këtë lojë nuk e keni lujtë të me tani. Na i këna pas do tok do raketa. Enis, para se me vazhdune, tash e kuptova që në salë i kemi shkollën e Fush Kosovës, shkollën e mesme, kry me drejtorin Zotria Mirin, kësha pas që afonimi për shëndet. Se ju kom knu në mramjet maturës, që që e kom për obligim. I përshëndet shumë, përshëndet i drejtor. Kom... Lojsha. Okej. Loja e parë vroj ka 3 ronde, keni me garu njoni këndër tjetët. Për zgjedh një lojtarë qysh dani. Edhe 1 minut i ka ronde, se cili rondi ka nga 5 pik. Do me thonë, prej asoj anës atje, duni me godit topin, me largu jashtë vis. Në momentin që del jashtë vis, e fiton, do me thonë, 1 pik. Dhe me këtë dytë, njoni prea njësit, njoni Po, pikësit. këndër shtanë. Njësën ko. Njëtën ko. Me topa tenisit, duni me godit topin e basketit. Topi basketit duhet me kalu vim. Po, se kalon Kur fiton të kalon 1 pik, tani vazhdojnë atje. Ja, po bojmë kombinim. Mashkull femën. E qartë është. Pra është e qartë, ha? Apo me përvujër mja ishtë. Ban, ajde një gjithë edhe i A ka nevoj ndimoni. një mbajt I këtë? shërbeni me topa. Se pa lidhje. I shërbeni me topa ju tjerë, duni me dal jashtë asaj. Po, veç prej jashtë. Me Imrana, a? Je, prej jashtë, jashtë. Okej. Topat me tjep, topat japon. Topat i keni të njëjtë, loja është e qartë, Unë të dhe të filloj kandoni. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Loja ka startuar. Shohim kush do të arrit ta dërgoj topin. Ndroje! Drejt Zaku dhe ka fituar 5 pikë për Dafinën. një round ekipi Prishtinalive. Dafina e mbot Tani rondin e Prishtinën. dytë, Albani po bëhet gati, Albani kundër bashkimit. Apo? shumë mirë. E luina kënu. Gati im, apo? E të mërë ka dushe. Po s'ki vajtë, tu është mu idhnu, ti me u plot ma shumë. Le të filloj kandoni edhe për rondin e dytë, bashkimi kundër Albanit. 5 piki ka rondi. Këto nevojitet pak shejtri edhe pak fuqi.
Ai cili e qëllon I pari me fuqia dhe fiton. I met marak që s'ke me mu, se ka thonë e kësha muj. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Loja starton dhe me njerë kryet. Loja, bravo. Si kjo u konë, skifter në ka u të konë që kjo. Po ka dalë bashkim, ka dole. Barë, loj. A jena sigur që Albani është pe Prishtinës, be? 100%. Me një gjutje bashkimi e fitoj rondin. Më zëlem? Ma kalla e kemi marrë vetë. Do me thonë nëse u konë me hile e para dhe kjo borë. Gati jemi, bashkimi kundër Robertit, rondi I tretë dhe I fundit. Letë filloj, Bekimi më falni, Bekimi dhe Roberti. Letë filloj gara. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Loja me një agresivitet dhe ka fituar Beka. 5 pikë për Beken. Ja, së shlet. Du të me këthy edhe njerë. A di se s'ke fer kjo? Se këta dytë jenë edhe snajperisa. A mos po vrejet që belshuem lojën ajo? Ja, mira të shku. Shumë mira të jo. Këtë në dyshu se në shanit Dafina se në shan lojën. Dafina se në shok kur. Se ka I natit. Harro atë. Prej natit hup kjo. Prej natit kur s'hupi asë në shoj kur. Dafina, ma mirë mi tregu edhe shikuze se kanë qef me dit, se këta konktarët janë këgja kështu, do varyjesh. Dafina lojën e parë, po, shumë yje, lojën e parë kur ka humbë, ma kalën pojnë mu, tha ma ke po me Po, hile. na ke po me hile, unë shumë e vërtet. Po, dhe. Po. Unë pata lujtë kunder ekipje tënë, me Danën e këni pasë. Po, dhe. Ekipi Vleras me Danën. Lojën e parë, pra, përfundoj, tani qojmë cilë është loja e ditë. Super sfida sponsorizohet nga Golden Eagle dhe Relax. Relaxo njerëz. Pra jemi në sfidën e radhës, të dashur miq, kjo është vetura që do ta fitojnë kampionati 2016. Kjo vetur dhurohet nga Automita për ekipin fitues. Të shohim cili do të jetë fituesi I këtij kampionatit. Për ndryshe loja e radhës është gara me autogar, do me thonë autogar, gara me vetur. 2 gjiro kanë mi botë, cili I pari, po I bën 2 gjiro, në rast se e rëzën topin, duhet me dalë prej veturës edhe me regullu atë. I kemi gjithsejt 3 ronde, të shohim Roberti është I pari që do të fitoj. Fillon pra Roberti, jo me fitu. A e li Robert? Gati Robert, ha? Gati është, letë filloj gara. Ju muni me ndimu me fjallë, Pes, me frikë shtu ju. 4, Me fjallë shtu 3, dimani. 2, 1. Kë. Loja starton. Niset Roberti, të shohim se me çfarë kohe do të I përfundoj 2 raunde, duhet jetë edhe I sakt që të mos I rrëzoj topat nga ato mbajtëset. 10 sekonda deri tani. Mjaft mirë po vazhdon Roberti. Shumë afër është që të përfundoj raundin e parë. 25 sekonda për Robertin deri tani. Vazhdon drejt gjiros së dytë, 30 sekonda kanë kaluar. Ka përcen sfidën e parë, I afrohet të dytës tani. Hajde. 40 sekonda për Robertin. Bravo! Dhe ka përfunduar për 45 sekonda. 25 sekonda Roberti. Bravo Robert. Goldi. Edhe I kthyer si duhet, ha? Goldi kundër Robertit, raundin e dytë. Vetura Dacia nga Automita për fituesit e kampionatit Supersfida 2016. Gjithçka është gati pra Goldi kundër Robertit. E presëm me fillu kandavni, 2 gjiro gold, në qofë se I rëzën ato, duhesh mi regullu topat. Për ndryshe këtu s'ka nevoj. Vetëm topat atje. Gjithçka është gati, le të filloj kandavni. 2 gjiro për Golden, 4, 3, 2, 1, mund të niset Goldi. Loja starton. Shohim se çfarë kohe do ta regjistroj.
45 sekonda ishte koha e Robertit për 2 gjiro. Goldi vazhdon drejt pengesës së dytë. Ja, atjes janë këtu. Ja, atjes janë këtu. Ja, atjes janë këtu. Ja keni afru shumë. Vazhdon Goldi. Pasha zotin, ti shkojnë që kërë automatik këtë juve burra këtë. Ja po se rëzoj me kërë, rëzoj të pia. Shofer, jella shofer. Ja se po, jo, vazhdo. 50 sekonda deri tani për Goldin. Veç e ka kaluar kohën e Robertit. Po, ama dhe është fajtet e pia. Drejt pengesës së fundit, Goldi për të e mbyllur Përfundoj sfidën për 66 sekonda. 5 pik për Robertin. Qojmë tani rondin e dytë, Meda kundër Albanit. Hajde, s'po me bosu të pe. Ha? Të pi i për kërë, shumë umrujnë të pi. Kish lajfit me njerë. Okej, gjithë që është gati pra dhe për rondin e dytë, Albani kundër Medes. Qojmë cili do tjetë me i shpejt. Loja është e qartë, në qofë se do me thonë prej të pi të rëzohet nuk numërohet. Vetëm në qofë se e prek me vetur, tukën. Jo. Në qofë se e prek me vetur ato, duesh me dal jashtë me regullu. Për ndryshe jo. Gjithë që është gati, le të filloj Albani. Loja për Albani. 5, 4, 3, 2, 1, nisur. Nisët Albani për sfidën e tij, 2 gjiro pra për të i kaluar në kosa më të shpejt, pa i rrëzuar pengesat. Nëse i rrëzon ato, do duhet ndalet dhe të i vendos topat përsëri në vendin e vet. Ka përcen pengesën e parë, edhe të dytën. Hajde, lirësh. Vazhdon drejt gjiros së dytë tani. 25 sekonda deri tani për Albanin. Po sjep shlaj, fese pesh ka dole. Niset për gjiron e dytë. 35 sekonda i ka kaluar tani. Bravo, Alban ka dole. Vazhdon drejt pengesës së dytë Albani. Bravo, hajde. Shumë afër është që të e përfundoj sfidën. Bravo, hajde. 50 sekonda ka kaluar. 51 sekonda për Albanin. Robert, a fshesh tash pushit kush gjatë shvejt ku i kona, ha? Bravo. Që të thejnë që se, me sakica s'dire. Tani rolla e Medes, pra të shojmë Meda, a do të arrit ta fitoj këtë rond. 5 pik. Med, në qofë se rëzon me te pi, nuk del jashtë. Në qofë se i prek me kërë, dush me dollë. Gati është Meda, perfekt. Gjithë që është gati, Meda le të filloj garën. Gara me veturën e automitës. Për ndryshe kjo vetur do të shkoj për fitusit e kampionatit të sëndëm. 5, 4, 3, 2, 1, niset Meda. Loja starton. Momentalisht koha më e mirë është Robertit, 45 sekonda, pas ti është Albani me 51, Goldi kishte 66. E kalon pengesën e parë Meda, shohem, vazhdon drejt pengesës së dytë. Dal nga dali kalon edhe pengesën e dytë, shohem a do të arrijë në cak. Po, për 25 sekonda kalon gjirën e parë, duhet të vazhdoj drejt gjirës së dytë. Niset Meda për gjirën e dytë. 40 sekonda deri tani. Hajde Meda, hajde 40. 51 sekonda është në luftë me Albanin, shohim a do të arrijë që të e përmbyll sfidën. Dhe 53 sekonda për Medën. Për 2 sekonda, po? Për 2 sekonda fitoj Albani, loja e radhës është kja.
Super Sfida sponsorizohet nga Golden Eagle dhe Relax. Relax o njerëz. Pra të dashur miq, jemi në finalin e madhe të Super Sfidës. Faleminderit gjithëve që jeni këtu prezenti. Raundi i dytë pra, futboll sy mbyllas, Roberti kundër Golden G. Le të filloj kandoni. 1 minutë i keni kohë deri në fund tani. 4, 3, 2, 1. Loja starton. Në raundi i dytë, 1 minutë kohë për Robertin dhe Golden John, kush do të arritë të shumë gol e kush jo. Golden Juan jashtë, 50 sekonda kanë mbetur. Tani topi është në anën tjetër shumë afër portës, me ata përfundon jashtë, 35 sekondat e fundit. Vazhdon loja. Është futur goli i parë. Edhe 25 sekonda. Vazhdo. 20 sekonda deri në fund. Vazhdoni. Vazhdoni 30 sekonda. 10 sekondat e fundit. 1-0 për Golden, 2-0 tani. Vazhdoni. Dhe përfundon koha. Pes lig për Golden, dineni. Edhe raundin e fundit, Meda kundër Albanit. Shohim raundin e fundit. Çfarë atmosfere, finale e madhe, po rritet show, drama, tensioni dhe emocioni i madh. Normalisht nuk është pak. Fituesi e fiton kupen, gjithashtu e fiton edhe veturën nga Automita Dacia 00. Një vlerë shumë e mirë. Ktheu preke portën Alban. Gjithçka është gati, met gati, a? Met gati, apo? Po. Hajde, Golden gati. Le të filloj kandoni. Gjithçka është gati për raundin e fundit, Meda kundër Albanit. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon loja, Meda kundër Albanit, 1 minutë kohë, shohim kush do të arrijë që të shënoj gol. Nëse ndonjëri do të arrijë të shënoj gol. Gol i parë për Medën. Nis loja me njerë 40 sekonda. 35 sekondat e fundit. E rëmben topin Meda. 30 sekondat e në fund. 1-0 është rezultati për Medën. 25 sekonda në fund. 15 sekondat e fundit. Albania ka shumë afër topin aty. Nuk arrin të rëmbej. Po ja afrohemi fundit. 3, 2, 1 dhe përfundon gjithçka. Fitore e Medës. Përfundoi loja. Fitore. Fitore për ekipin Shqiponjat. Kjo ishte mbrëmja personte. Faleminderit gjithëve. E ftoj në skem pra edhe zgjimin nga Automita, prononin e Automitës, të sjell qelsat e veturës 00. Një mikrofon një lutëm, zgjimi, mikrofonin një lutna. Zgjimi është pronori Automitës që e ka dhuru veturën për juve finalistët. Ja, je mirë.
Zgjim mas pari na ke botë të lashe me këtë vetur që kem të ubo kërshë, Allah. Që ajo është arsyeja për kemi një gare, pashme që atë një gare, më e ke agresive. Faleminderit shumë. Finalistët fitunsh, ekipi Shqiponia, Goldi, Meda dhe Leonora. Ekiper... Tash a du të apet mu përlo kush për mera qysh. Të njerë këtë përlo bëll tash dhe njerë mu të ka. Jo, mas mirë për mos mu përlo anë atri copa edhe unë Tri sokri, o qidhja këtë mush brim të pi uja të u bo mirë. Zgjim, faleminderit shumë për këtë bashkëpunim. Me siguri një koni të kënaqur një si kompania, po? Enes faleminderit shumë, ka qenë një mani garë që ka një garë interesante për publikun si gjithmonë, si herë kaluar si tash, një bashkëpunim i mirë dhe mendoj që kemi lëshuar mesazhin e duhur të qytetarët sa i përket veturave të reja. Kjo vetura që e kam fituar sot grupi Shqiponia, vetura më e shitur në segmentin kompakt të veturave të reja në Kosovë, prandaj veç e gëzofshin. Është edhe oferta shumë e mirë. E keni akoma ofertën? Po oferta vazhdon dhe kjo do të jetë oferta që do e vazhdojmë edhe vitin tjetër me produksion. Shpjegoj edhe shikuesve shpejt. Oferta është ku vetura e re që është me garancion, domethënë deri në 7 vjet, e prodhuar nga Renault, që është marka Dacia, ofrohet prej 99 euro në muaj. Me 72 kistyp. Gati shumica mundën me pas. 3 euro në ditë. 3 euro në ditë. Domethënë 3 kafe ose një paqet cigare në ditë, siç ajo. Zgjim, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për bashkëpunimin. Urime ekipit Shqiponia. Pra gjithçka jemi gati në dorëzimin e kupës kampionatit Supersida 2016. E ftoj Ilir Balien ta dorëzoj kupën ekipit Shqiponia. Gjithçka është gati. Një emocion i madh normalisht për fituesit. Ka ngaru me shpirt. Leonores, i dorëzohet kupa Leonores. Kjo është Supersida. Supersida. Le ta shijojnë emocion i madh. Supersida 2016. Urime Meda, urime Leonora. Ilir, faleminderit. Faleminderit për juve. Goldi urime. Shqiponjat. Kjo është atmosfera Supersida 2016. Faleminderit gjithë atyre që ishin gjatë gjithë këtij kampionatit. Shihemi javën që vjen, vazhdon Supersida, vazhdon me mysafirtëri, lojra të reja, befasi, deri javën e ardhshme, miru pafshim nga Supersida. Bon bashkimi edhe bakë. Se më një shku të gojsh, po. 10 sekundat e fundit. Damla dam memran, me i vinë Albania. One nuk li me versh ato. Kjo ishte konga që ka pos Roberti. Pami nga deti, mund vini ta që gjone, e tri sa këto, i gjone gjone gjone, për të gjari, për të kamareri. Nuk të shteni me qonë druzë, Meda kundër Albanit në randin e fundit dhe Meda ka fituar. Meda kundër Robertit, është Roberti që ka fituar. Jufta me Sidiri dhe Nisi të ka fituar e Nisi. Vazhdon loja. Është futur goli i parë. Festë e madhe në Supersida. Le ta shijojmë. Supersfida sponsorizohet nga Golden Eagle dhe Relax.
Relax o njerëz.